Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A lejohet me shkru në ditar? Çka ke për qëllim me ditarin? Nëse ke për qëllim ditarin e shkollës, ku bëhen mungesat edhe notat e nxënësave, nëse ti je nxënës, nuk bën me shkru, domethënë nuk bën me shkru aty me qit një notë. Me rra aty pa ta qit mësuesi notën me qit ti, ose me fshini notë me qit një tjetër. Kjo e para. E dyta, kemi ditar për kujtim që bëhet në ndonjë muze ose në ndonjë vend të caktuar ku njerëzit pasi të shkojnë aty, i shkruajnë kujtimet ose përjetimet e tyre. E treta, kemi ditar kur vdes dikush, që e vendosin të dera mas rastit vdekjes edhe aty e thot gjithë secili një fjalë të caktuar. E katërta, kemi ditar që shkruajnë njerëzit ditarin e jetës së tyre çdo ditë, domethënë ditarin e vet që ka bërë sot vaki, ose nëse jo çdo ditë atë gjërat më të rëndësishme të jetës vet. Këto trijat, domethënë përveç asaj të parës që thash në shkollë me marr ditarin e me bën nota false me qit aty, këto trijat inshallah taala lejohet, nuk ka problem diçka aty, përderisa nuk ka ndonjë ndalesë fetare edhe në rast të vdekje edhe në rast të ndonjë muzeu që bën me shkruar ato përjetimet e tua. Inshallah taala nuk ka problem. Përveç nuk duhet të rastet e vdekjes me gënjy diçka me bot madhe pa nevojë, sepse na kemi një të keqe që njeriu sa gjallë e ofendojmë, me shajmë, me kritikojmë edhe ja hupim vlerat, pastaj kur të vdes mundohemi me ngrit në qiell, sepse na i vlerësojmë njerëzit vetëm pasi të vdesin. Prandaj nuk bën me rrah diçka aty, edhe pse për të vdekur duhet me fol vetëm mirë, ato gjëra që i ka pasur vërejtja sa është mirë mos mi përmend, më mundu me i shujt sa më shumë, që edhe ati mos më shku gjëna, por dhe antarëve të familjes mos më u ngushtu nga kujtimet e këqija të babës ose të nanës ose të akrabasë të tyre. Pra, themi, në 3 rastet e fundit është lejuar, e në rastin e parë është ndaluar me shkru në ditar.